Ne shkodranët kemi një shprehje. Nëse doni ta mallkoni tjetrin, i thuaj të hyp vetja në qef. Në këtë rast ajo që thoni ju është të hyp vetja në qef. Pse? Qa adhurimit po ju. Madhështor. Pe di si shkojnë sejdë unë. Ma kanë lakmi të tjera kur më shohin në sejdë. Kjo është të pëlqej adhurimi jot. Kjo është të duket sikur ti po bën diçka të madhe. Por në fakt, asgjë nuk është e madhe. Tek Allahu i madhëruar thjesht po kryen borxhin. A bëhet burri mirë një person i cili kthen borxhin? Jo. Ka bërë atë që duhet, të kthej borxhin. Nëse jep sadaka, bëhesh i mirë. Nëse jep zeqat, thjesht ke paguar borxhin. Të kryesh obligimet ndaj Allahut të madhëruar nuk të bën ty të veçantë nga të tjerët. Ty të vën aty ku duhet, tek vendi i atij që paguan borxhin. Pra, adhurimet tona janë thjesht një pagesë borxhit. Dhe kjo nuk duhet të na shtyjë neve drejt asaj që unë fal 5 vaktet, fal nafile, bëj dhikr, jep sadaka e me radhë, dhe kjo të na çojë tek ajo që po s'ka shumë rëndësi se ofendova dike apo i hyra në hak me diçka tjetër. Nëse arrin në këtë mendim do të thotë që ti ke humbur konceptin e të qenërit i devotshëm tek Allahu i madhëruar. Si thot Allahu i madhëruar, thot inna akramakum indallahi atqakum. Më i miri ndër ju është ai i cili i friksohet Allahut të madhëruar. Ti friksohet Allahut të madhëruar do të thotë ti friksohet edhe nga një kokër pluhur. Aman se mos bëj padrejtësi, aman se mos i hyj në hak tjetrit.